Ish kryenegociatori Edi Ramës me BE-n, ambasadori Zef Mazi sërish I ka hedhur ujë të ftohtë premtimeve të Edi Ramës për pasaportën europiane dhe integrimin në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030, I ftuar në Çimpe Live. Ambasadori Zef Mazi vë në dukje se ndonëse se janë hapur shumë kapitull në procesin e integrimit, ashtu siç është reklamuar vazhdimisht nga kryeministri Rama, Shqipëria ende nuk ka mbyllur asnjë prej tyre. Janë hap shumë kapituj. Nga ana tjetër, ne nuk jemi ende në gjendje të mbyllim një kapitull ose dy. Kuptohet që unë nuk kam njoftime konkrete nga brenda se ç'bëhet në këto vite që unë nuk jam aty. Por fatmirësisht marr informacione të rregullta nga Brukseli. Mazi vë në dukje vështirësinë e mbylljes së plot 34 kapitujve të integrimit, që kërkon punë dhe kohë kolosale, kur Shqipëria që nga viti 2022 ka hapur vetëm 16 prej tyre. Ambasadori rrëzon pretendimin e Edi Ramës për të përfunduar këtë proces në vetëm 2 vite. Nëse ka një vendim politik, ti mund të shkësh nesër, por kjo do të krijojë një disbalancë në shtetet e Ballkanit Perëndimor në përgjithësi dhe Unioni vet është I kujdesshëm për këtë. A do mund ne t'i plotësojmë? Sot ne nuk kemi gjendje. Sa kapituj duhet hap Shqipëria? 34 kapituj. Sa kemi hapur deri tani? Se kanë hapur 16 kapituj, por nuk janë mbyllur asnjë. Është proces shumë I gjatë mbyllje. Duhet mbyllur gjithë kapituj që pastaj mund të flasim për fazën finale. Sigurisht. Dhe ne s'kemi mbyllur asnjë kapitull. Ne nuk kemi mbyllur asnjë kapitull. Malezi sa kapituj kishte mbyllur? Malezi ka mbyllur për 13 vjet 5 kapituj. Mëtej Mazi rrëzoi edhe një tjetër pretendim të kryeministrit Rama, se vetëm Partia Socialiste është në gjendje të antarësojë vendin në Bashkimin Evropian dhe shtoi se rotacioni politik nuk pengon integrimin. Rotacionet politike nuk besoj që pengojnë, sepse një rotacion politik në cilin do shtet qoftë aq më shumë në shtete kandidate tregon që ke një demokraci funksionale. Në një intervistë për Birn të publikuar të hënën, ish kryenegociatori I Ramës me Bashkimin Evropian, Zef Mazi, I cilësoi premtimet elektorale të kreut të qeverisë për integrimin evropian si një iluzion.